Flokë të gjatë, të shëndetshëm dhe plot volum janë ëndra e shumë prej nesh, por shpesh ndodh të rriten ngadalë dhe mund të duken të dobët. Edhe pse nuk ka magji të shpejtë që të mund t'i bëj flokët të rriten me 10 cm brenda një jave, ekzistojnë zakone dhe rutina efikase që e stimulojnë rritjen edhe përmes përkujdesjes së përditshme me zgjedhje të mira. Në këtë artikull do të zbulojmë se cilat janë hapat kryesore nga ushqimi deri tek masazhet që mund të ndihmojnë që flokët të rriten me më shumë forcë, shëndet dhe bukuri. Ushqimi i duhur. Një flok i fortë varet nga mënyra se si ushqehemi për të ndihmuar rrënjët të jenë më të ushqyera. Konsumon vitaminën A, C dhe E, ato ndihmojnë në mbrojtjen e gjendrave dhe kutikulës së flokut nga dëmtimet. Biotina dhe vitaminat e grupit B përmirësojnë qarkullimin në skalp dhe kontribuojnë në prodhimin e keratinës, proteinës themelore të flokut. Minerale si hekuri dhe zinku janë thelbësore për të shmangur rënjen dhe për të ruajtur elasticitetin. Shto në dietë frutat e stinës, perimet me gjethe, vezët, arrat, peshkun dhe drithërat integrale. Një dietë e mirë është themeli, pa të asnjë trajtim nuk do t'jap efekt optimal. Hidratimi i dyanshëm. Flokët janë të përbërë nga uji në masë të konsiderueshme. Prandaj, pini të paktën 2 litra ujë në ditë. Kjo ndihmon që kaloritë, qelizat dhe shpërndarja e lëndëve ushqyese të jetë optimale. Përdor produktet e duhura për flokët, shampo pa sulfate, balsam dhe maska që ushqejnë. 1 ose 2 herë në javë aplikoni vajra natyrale, për shembull ricino, jojoba, kokosi, në gjatësinë e flokut dhe lëreni 30 minuta përpara larjes. Masazhi i skalpit. Masazhi i lehtë i lëkurës së kokës për 5 deri në 10 minuta në ditë ndihmon që gjaku të qarkullojë më mirë. Mund ta bësh edhe me pak vaj ushqyes për të forcuar efektin. Kjo nxit që rrënjët të marrin më shumë oksigjen dhe lëndë ushqyese. Prerja e rregullt, jo për rritje, por për mirëqenie. Edhe pse prerja nuk rrit flokët, ajo largon majat e dy fishta që nëse nuk hiqen, pengojnë rritjen e shëndetshme. Prerja çdo 6 apo 8 javë siguron që flokët të kenë bazë të pastër dhe nuk dëmtohen më tej. Shmang burimet e dëmshme. Gjithnjë bëj kujdes. Nxehtësia e lartë, tharja me temperaturë të lartë ose pajisje stiluese si pjastër, mash e të tjerë ndikojnë në dëmtimin e shpejtë të flokut. Tërheqja e fortë e flokëve kur lidhen bisht apo me kapsa shkaktojnë dëmtimin. Suplementet. Nëse dieta nuk e siguron nga brenda gjithë ushqimin e nevojshëm, mund të merrni suplemente si biotina apo vitaminat për flokët. Por kujdes, fillimisht konsultohuni patjetër me mjekun përpara se t'i përdorni.